Njësia rajonale trafikut rrugor në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov përveç aktiviteteve të shumta në ngritjen e sigurisë rrugore dhe jo vetëm, zhvillon edhe aktivitete që rrisin vetdijen këmbësorëve në komunikacion rrugor. Njësia rajonale trafikut rrugor në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov përveç aktiviteteve të shumta në ngritjen e sigurisë rrugore, në parandalimin e numrit të aksidenteve të ndryshme, si aktivitet zhvillon edhe ndaj këmbësorëve. Pra, përmes fushatave vetëdijsuese, përmes ligjëratave të shumta nëpër shkolla, sidomos të fëmijët, dhe përmes edhe masave dëshkuese ndaj këmbësorëve, ne gjatë gjithë kohës me aktivitetet tona i marrim ato masa që të ndikojnë në preventimin e sigurisë rrugore dhe të kujdesem edhe për këmbësorët. Kapiteni Salcia tha se përveç ngazëve të komunikacionit, edhe këmbësorët duhet të respektojnë rregullat në komunikacion gjatë qarkullimit. Sa i përket veprimeve të këmbësorëve, dihet që këmbësori është i detyruar të lëvizë në trotuar, mirë po në momentin kur nuk ka, në vendin kur nuk ka trotuar, atëherë këmbësori është i detyruar të lëvizë në anën e majtë të rrugës për sigurinë e tyre dhe po ashtu duhet të ketë ndonjë pajisje reflektuese apo jelek reflektues që është shumë i nevojshëm për sigurinë e tyre. Ku jemi te ndalesat ose kufizimi i lëvizjes së këmbësorëve, dihet që gjatë kalimit të rrugës këmbësori nuk duhet të lëvizë me kufje në vesh, nuk duhet ta kaloj rrugën. Po ashtu në vendbanim, në vend kur është vendkalimi shënuar për këmbësor, nëse është afërsia e vendkalimit të shënuar për këmbësor 50 metra, këmbësori duhet ta kalojë rrugën nga vendkalimi shënuar për këmbësor, ndërsa jashtë vendbanimit, ku vendkalimi i shënuar për këmbësor është 100 metra në distancë, atëherë duhet ta kalojë rrugën pra në vendkalimin e shënuar për këmbësor. E kur gabimet përsëriten, ka dhe masa ndëshkuese, thot kapiten Salcia. Ne si polici më shumë jemi kujdesur në vetëdijsimin e këmbësorëve, pra kem pas aktivitete të shumta në mbajtjen e ligjëratave teorike, po ashtu i kem marrë edhe nxënësit në rrugë, në pjesën praktike i kem treguar se si duhet të sillen në trafikun rrugor, ka pas fushata vetëdijsuese, mirë po ka pas edhe momente kur ka pas edhe masa ndëshkuese ndaj tyre ku ata e kanë rrezikuar vetveten. Ndërkohë, planet operative në afërsi të shkollave vazhdojnë të mbeten prioritet i zyrtarëve të komunikacionit për kujdesin ndaj nxënësve, shtoi mes tjerash kapiten Salcia.